gjithë strukturat tona janë në teren, kanë marrë masat e nevojshme, konsulentët tanë të përhershëm, si dhe ata të Fakultetit Inxhinierisë Ndërtimit, janë prezent për të zgjidhur problematikën. Ne do marrim hapat tona, praktikisht të asaj të krijimit të asaj rrugës permanente ose persistente për pjesën e shtradit lumor, lumit Shkumbin. Do marrim masa për mobilizimin dhe mënjanimin e ujrave në natë shpat, duke bërë prita në Shkumbin. Shpresojmë që shirat mos të na ndihmojnë, domethënë mos të jenë prezent në kohën që ne po operojmë. Lehtësimi i shpatit malit absolutisht që është shumë i nevojshëm dhe kthimi në një skarpat natyrale e gjithë zonës për mos tu përfshirë në pjesën e planit të rishqitjes. Sistemimi i zonës për futjen e sondave që do na japin planet tërthore dhe sekuenciale të pjesës gjeologjisë, ku në studimet gjeologjike ne do përftojmë koeficientin e fërkimit, sigmën, planin e rishqitjes, gjithë këto elementë që ne na duhet për të projektuar rrugën e re. Rrugën e re provizore apo rrugën e re të korridorit 8. Theksoj që gjithë rrugët apo ekurudhat marrin drejtim nga konsulencat që ne kemi dhe supervizioni është prezent. Konsulenca që bën ekurudhën është Suezi, është një kompani më të mëdha që WBIF ka kontraktuar për të bërë projektin e korridorit 8. Pra fazën e dytë që është nga Rogozhina deri në Pogrades dhe lidhja me Maqedoninë e Veriut e ka në dorë një kompani prestigjioze e cila del me një përfundim me detail design në marsin e vitit 2027.